Pra është një lëvizje diplomatike. Pra nuk flas por të nxjerr këtë. Ty nuk ta përmend emrin, po të nxjerr këtë fakt. Dhe po të shihni dy deklaratat e fundit që bëri ambasada amerikane, që ishte lufta kundër kartelit drogës, komandimi i drogës nga shteti shqiptar. Tash shteti shqiptar ne dim shumë mirë që vetëm Rama e komandon, se s'ka njëri tjetër këtu që e komandon. Dhe këtë lloj loje bëri. Dhe tashmë çfarë ndodhi? Ndodhi ajo pjesë ky arriti me makinacionet e tij, me duke e friksuar apo duke bërë trysni. Se dy ishin momentet që Rama në parlament bëri trysni. Trysnin e parë bëri kashi opozitës, që ishte aty dhe i tha do ta votoni ose s'bo këtë punë, pra si me urdhër, dhe trysnia e dytë ishte kundër Spakut. Po ta shihni fjalimin e Ramës, në ato gulqimat, në ato ulërimat që i jep të brendshme, nuk është parë ndonjë Rama të flasë në atë lloj forme. Ai përdor atë qetësinë, cinizmin, sarkazmin, ai ka ato. Nuk them se nuk i ka. Por kur vjen puna, në atë fjalim ishte tepër i egërsuar. Ishte bastard në fjalim. Ishte shumë. Biles arriti deri aty sa e mbylli fjalimin dhe tha qenë të lejnë karvanit eci për parë. Dhe nga ky moment ai u largua nga kuvendi. Pra Rama nuk ka marrë pjesë për të votuar dhe veten e vet. Në atë ligj nuk mori pjesë. Dhe këtu ishte kurthi që i bëri opozitës, që opozita çuditërisht e votoi Ramën. Nuk votoi Shqipërinë. Leheti çfarë thon këta tash. Ta parë politikët e opozitës. Votuan Ramën, e Ramës. I dhan mandat e Ramës. Me një, sepse edhe këta nuk din, unë në shkrimin që bëra në atë çaju kërkova, i thash, duhet bini dakord. Parimisht, ti thonit na sill statutin, ta lexojmë, ta shohim dhe pastaj të japim një votë politike. Absolutisht nuk u kërkua asgjë. Por në momentin që Rama u largua, e gjithë opozita duhet shqohesh nga sallat e tikte. Gjë që se bën. Nuk e bën. Po ndenjën aty dhe votuan, mu duk njësoj si kur votuan kushtetutën. 100%. Qofse atje ishin 140 veta, këtu ishin 110 vetë. Po 110 vetë që ishin sallë të 110 votuan 100%. Pra dhe opozita u bë palë me Ramën. Sepse përdoret Amerika, apo Trumpi, apo ky. Dhe dinjiteti kombëtar ka unë e kam deklaruar dhe prapë deklaroj, nuk kam problem. Ta përdoren tradhti kombëtare. Të gjithë, pa përjashtim, kush ka qenë në atë sallë. Sepse nuk ka absolutisht asnjë lloj momenti nuk është parë dhe ata nuk dinë absolutisht se çka kanë votuar. Po nuk mund të votoj një shtet i tërë, nuk mund të votoj qorrasi. Pa lexuar asi rresht. Aq më tepër që marrëveshja do duhet të ishte e firmosur në Davos së bashku me presidentin amerikan Donald Trump dhe më pas do duhet cilën Shqipëri që të bëjë ratifikimi i saj. Patjetër, po e parë që ky nuk është pjesë e stafit, atij grupit nismëtar. Gjë e parë. Dhe këtë duhet të kishte thënë. Opozita këtë duhet të kishte rruar. Në këtë kohë këtu po firmoset ajo. Ai staf, domethënë drejtues, po e firmos. Ky vendim se duhet vi këtu, ky ligj se duhet bërë sot. Nuk ka pse bëhet sot, ka kohë. Janë shtete të fuqishme, të cilat kanë thënë, ne do ta shqyrtojmë, do ta shohim, do ta lexojmë statutin e këtij, se ka i statuti rregullor, ka një gjë. Të krijosh një shoqat. Çfarë lloj shoqati ta krijosh? Duhet një statut, një program, një komision nismëtar, do ta çosh në gjykatë, pastaj do të thrasin seancë. Po as bordi i paqes nuk është formuar plotësisht. Më fal, po pikërisht pra, a është përputhje me kushtetutën? Pra, nëse unë marr bëhem pjesë e një shoqate, unë duhet lexoj statutin. Dhe kjo shoqat, nëse merr volën në gjykatë, kjo është edhe gjykata thotë, gjëja e parë që thotë, a përputhet me kushtetutën shqiptare? Apo nuk përputhet?
Tashti, kjo prandaj po të them që ky u nxitua vetëm për të marrë një mandat. Dhe unë të thash Ramës i dhat një mandat, i dhat edhe imunitet tjetër, përveç atij deputetit dhe të kryeministit, deputetit që ka sot, ju i dha dhe një mandat ndërkombëtar. Domethënë, kryetarit mafias ti i dhe një mandat ndërkombëtar, e votove ti. Dhe kjo më ngjan njësoj me atë se ne do dalin e do justifikohen, jam i bindur, dhe do dalin, do bëjnë njësoj si që ndodhi me Shabanin. Që e votuan, e firmosën, e bën, dhe pastaj thënë jo, po se si ishte për këtë, po ishte për këtë. Dhe tani t'jeni të bindur, do dalin, do thonë, jo, po se ne votuam Shqipëri, nuk votuam Ramën. Në të kohë që ligji është me emër nominal, Edi Rama, përfaqësuesi i Shqipërisë në këtë organizat. Dhe nuk thot kryeministri. Se këtu ishte dallimi. Duhet të bësh kryeministri i Shqipërisë, pra kushdo që të jetë kryeministri ti je përfaqësues, jam dakord, po jo me emër nominal. Zoti Merkoçi midis tjerave, Edi Rama tha se mund të ketë një vizitë në Shtëpinë e Bardhë gjatë fjalimit të tij në Kuvend. A mendoni se kjo ishte thjesht një shashk politike apo vërtet Edi Rama e ka siguruar një vizitë në Shtëpinë e Bardhë përmes vajzës së Donald Trumpit, edhe pse tham që është shumë e vështirë që ajo të ketë marrë përsipër një nismë të tillë? E para që Rama nëse kërkon t'i në Amerikë, marrë t'y bira avionet e t'i ta provoj, se ka hike edhe për qef. Gjëja e parë. Gjëja e dytë, Rama nëse do iki në Amerikë, do iki për të dhënë atë që e kam deklaruar dhe nuk e lëshoj deklaratën time. Rama mund t'i në Amerikë vetëm për dalë para drejtësisë amerikane. Dhe jo për vizitë zyrtare, në mënyrë absolute, Edi Rama e ka të prerë biletën për vizitë zyrtare. Jo vetëm Rama. Unë ju thash, të gjithë politika shqiptare. Dhe sot jemi në një ngërç. Akoma nuk e kuptojnë që politika në Shqipëri është në një ngërç. Sepse ndërkombëtarët nuk po dinë më me këtë flasin. Me këtë komunikojnë. Ju keni parë deklaratën që bëri për pavarësi. Ha? Pam. Uro popullin shqiptar. Deklarata për zgjedhjet. Uron popullin shqiptar. Më fal. Po nuk ka këtu institucione ky shtet. Te ajo e pavarësisë kërkonte edhe luftën ndaj karteleve të drogës. Po. Gjë që s'ka ndodhur më parë. Edhe herë, në të gjithë deklaratat futet lufta drogës, jemi në bashkëpunim me drejtësinë, këto janë retorika që janë fut tashmë në çdo lloj deklarate. Po çfarë mesazhi kërkohet të jepet në këtë rast, sepse ky është një element shumë i rëndësishëm për t'u parë në fakt, sepse ambasada amerikane dhe gjithë politika zyrtare e Shtetit Bashkuar të Amerikës, duke përmendur këtu sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio, në vazhdimsi e kanë potencuar këtë lloj mesazhi dhe këtë lloj kërkese luftën ndaj karteleve të drogës. Ndërkohë del nga ana tjetër Edi Rama, i cili thotë se unë i kam mirë marrëdhëniet me Shtetet Bashkuar të Amerikës, duke u referuar ftesës së fundit, por edhe vizitës së vajzës së Donald Trumpit. Domethënë, çfarë po ndodh në këtë rast? Qa do të thot, nuk e di se çdo të thot, që Viga Kalamani presidentit takon nga ty dhe që e ka marrëdhënie shtetërore, kjo është skandal. Pse i ka sjell një ftesë Shqipërisë, jo Ramës, Shqipërisë. Kjo ishte loja Tony Blair, po ju them edhe herë, Tony Blair e ka bërë këtë, që ka vuar emrin e tij. Se normalisht do të ishte në emrin e presidentit, ashtu siç kanë qenë gjithë vendet e tjera. Po Tony Blair duke qenë edhe pjesë e kësaj, ka bërë këtë lloj hile. Se dhe Kosova është republikë parlamentare dhe nga ana tjetër, po. Janë gjithë vendet e tjera që janë republikë parlamentare. Po pse Italia nuk është republikë parlamentare? Po. Por tash më vjen keq. Franca njërën tjetër, por kanë potencialet e tyre politike, përfaqësimet e tyre politike. Mirë po, një njeri që ti po e quan për kartelet të drogës, për pastrim parash, e ke akuzuar për cënin të sigurisë të NATO-s dhe të Amerikës. Më fal. Si mund ta ftoke ti dhe pas ka ky marrëdhënie të mira? Kur të gjithë organizma fundi vitit për Ramën ka qenë tmerr.
Sepse asnjëri nuk mori dhe tha, ore, erdhi kjo. Po mirë, po si është e mundur ku me 25 dhjetor, Kushner dërgon shkresë zyrtare dhe thot pezulloj investimin në Sazane edhe në tjerë. Atëre, më falë, po si është e mundur që ai e pezullon deri në fund vitit 2026, thot tekstualisht, dhe vika në janar, vika pikërisht për këtë. Dhe pse u thash që është një takim i stisur nga Rama, i paguar, mirë paguar nga Rama, për të qenë ajo këtu. Dhe pse nuk u shoqërua ajo me Kushnerin kur vajti në zyrën e Ramës? Se duhet ishte shoqëruar, se kur bëjmë vizitat, si e leka burri, e leka grum vetëm. Me Dadon. E shoqëroi ka Dado. E merr ka Dado e shoqëroi. E dil ka ky kryeministri tu e prit këtu bot pompozi. Pse për t'i hedhë i syve? Se thash, se ra viktime dhe opozita. Se ngreti kartonin në opozita, kjo është kulmi, do të thonë. Kjo është kulmi. Që opozita bie, apo shkon në linjën e Ramës. Veprimet që bën shkojnë në linjën e tij. Dhe s'ka lidhje fare kjo. Dhe përgjigja më e mirë, e të gjithë atyre që unë kam folë, apo të tjerët kam folë, përsa i përket që kemi kundërshtuar këtë lloj forme, ishte heqja e fotove nga paqja e Ivankës. Ka bërë vetëm disa story, do më thëmë pi Bregdetin shqiptar. Dhe konkretisht Sazanin. Po pra u zhdukën gjitha. Pse? Se po t'ishte duhet i mbante. Po pra, sepse ka pas atë urdhrin atje.